Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi në emisionin Frontal ku si çdo ditë tjetër mund të njihni me zhvillimet më të rëndësishme në vend. Edhe sot, sikur çdo ditë tjetër, kemi shumë informacione të cilat mund t'i sjellim tek ju përmes kronikave të realizuara nga gazetarët e televizionit të shtat. Ndërkaq, i ftuar në studio është deputeti i Lëvizjes Vetvendosje Ardian Gola. Do të kemi edhe shumë informacione të tjera, mirë po fillimisht ndjekim titujt kryesor. Ministri Nenad Rashi që organizon konferencë për media nga aty thot se plani evropian është i mirë. Mblidhet kryesia e kuvendit cakton 3 seanca plenare për javën e ardhshme, deputetët komentojnë sërish planin evropian. 2 raste të vetvrasjeve, një tentim për këtë akt brenda 24 orësh kërkon ndryshime në legjislacion. Organizohet protest nga opozita në Shqipëri, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama, gjykata vendos për të parin e PD-s. E frontalin e sotëm me fillojmë me zhvillimet nga kuvendi i Kosovës, aty ku është mbajtur mbledhja e kryesisë së kuvendit, gjatë së cilës është vendosur që gjatë javës së ardhshme do të mbahen 3 seanca plenare. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, deputetët patën mundësi që të deklarohen edhe për media ku sërish komentuan planin franko-gjerman. Për dallim nga herat tjera, shefat e grupeve u mbledhën në fund të javës. Këtu do akorduan për seancat e reja e që 3 sosh do t'jenë vetëm gjatë javës së ardhshme. E para është hënën me 6 mars me fillim në ora 12, seancë kjo e veçantë e cila e shënon për vjetorin e epopejës së UÇK-s. E dyta është me 8 mars. Shefja deputetëve të partisë në pushtet një koment kishte edhe për dialogun me Serbinë. Në këtë fazë të procesit të dialogut, kjo është çështja e Kosovës, që të nxjerret maksimumi nga hapësira e ngushtë e cila është krijuar ndër vite, më shumë se një dekadë në procesin e dialogut me Serbinë dhe natyrisht të sigurohen gjithë mekanizmat garantues për ngritjen e subjektivitetit të Kosovës. E një këshill në këtë proces, kryeministrit Kurti ja dha një ish krye diplomati Kosovës. Kosova në këtë fazë, pasi asaj që zoti Kurti ka thënë po në Bruksel, duhet ta ketë vëmendje kryesore tek plani prezervativ. Ndërsa nga këtë treguan punën e vetme sipas tyre të kësaj qeverie. Cili është suksesi i qeverisë Kurti në 2 vjet, besoni nuk di çka thon. Nuk di një rrugë përveç një ure, një stop. Gjatë seancave të javës së ardhshme në rendite do t'janë deklarimet jashtërendit të ditës, ndërsa në shqyrtim të dytë janë 2 projektligje për pyetje dhe për sigurinë e përgjithshme të produkteve. Edhe gjatë kësaj jave, deputetët e kuvendit të Kosovës ishin mjaft aktiv, ku një ditë më parë, përkatësisht në ora 10 të mbrëmjes, ata patën mundësi që të diskutojnë për dialogun ku si zakonisht nuk munguan kritika ndaj ekzekutivit. Që të japim mendime gjithkush me aftësitë e veta intelektualo-politike dhe që të vim të ajo më mira. Ishte një ndër falësit në seancën e orëve të vonë të së ajtës. E gjua përdorur nga deputeti Jaja Kokaj, siç duket ishte ngarkesë për këtë kohë për deputetët. Prof, në më ishme terma më të lehtë se pak vonë deputet po mankojmë. E më ilustrative në fjalimin e saj u tregua deputetja PD-s Ganimete Mosliu, e cila imitoi kryeministrin e vendit. Apo të kujtohet Albin kur vishe edhe i qeshe kratë kështu si Shqipuni, në atë ku theshe po moni se onë sa notën, po tutni pi poplit, pi kujna po ikni. Qoban sa Albin, drejt që të hongët, nuk e le asë një qërshi pa hongër. Asë një qërshi s'do me lonë. Pse vra Albin? Vra Albin, mos kosh alkurën tonë. Përveç imitimit, Musliu kishte edhe akuza për Kurtin. Ti e tut edhe në luftë, din. Të kanë thonë qirez, merr automatin, hajde e ki moshën, hin atje në luftë, ti e i ke dho përshkajnë e erdhe në Prishtinë se i kam të punë ati e ta një këthejna se këty bokur. Që e frika cak. Me veprimet e së kaluarës jo, por me shprehjet e tij u mor deputeti LDK-s Dritan Selmanaj. Qakorri, zhlebi, top kryeministër tha Elshoj Bajrakun. E unë po ju them sot, me gjuhën e tij, jo timen. Zajednica, top kryeministër Elshoj Bajrakun. Një shqetësim për planin evropian e kishte edhe kolegu partjak i Selmanajt. A je i vetëdijshëm
se nëse fëmijët tanë dëshirojnë të vizitojnë natyrën e bukur rreth manastirit të Deçanit, duhet të shkojnë me pasaporta. A je ka e din çka e ka bën? A je në tokë të buks? Deputetëve opozitar fillimisht u reagoi ministri i Financave Hekuran Murati. Dhe vetë ju jeni të vetëdijshëm sa që keni lënë situatën edhe në çfarë humnere keni sjell vendin. Një përgjigje në orët e vona të së mbrëmjes u dha dhe kryeministri i vendit. Nuk kom ndryshu unë, po sytë e juj. Ju po kësirni në ryshe tash. Ju po kësirni në ryshe. Edhe këtu ne kemi një kontribut pa mohush. Pas shumë orëve me diskutime akuza kundër akuza, Albin Kurti u përsëriti edhe një herë qëndrimin e tij për asociacionin. Zajednica ka kalu këtu në kuvend. Zajednica nuk ka lënë, Zajednica nuk ka kalu në gjykat, Zajednica nuk ka kalu në popull, Zajednica nuk ka lënë as në kryeministri e në qeveri. Po këtu të ju ka kalu. Por fshi edhe deputetën se e harrova me përmend, tash po e kuptoj pse po bën zhurmë. Pra me datën 27 qershor 2013 edhe deputetja Ganimeti Musliu ka votuar Zajednicën. Kjo seancë përfundoi në orët e mëngjesit të së premtes. Kryeministri Albin Kurti u pa mjaft aktiv një ditë më parë, mirë po edhe sot gjatë ditës së premte ka vazhduar aktivitetet e tij, ku ka takuar zyrtar dhe biznesmen të ndryshëm nga Amerika, e të njëjtën procedurë ka ndjekur edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Agjendën e ka të ngjeshur vazhdimisht, kurse këtë të premte në agjendë kishte takimin me një delegacion të lartë të zyrtarëve e bizneseve të ndryshme amerikane të organizuara nga zyra e partneriteteve globale e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në takim me delegacionin e lartë amerikan, presidentja Osmani ka biseduar mbi potencialin e bashkëpunimit ekonomik, rritjen e investimeve amerikane në Kosovë, si dhe fuqinë e re e të kualifikuar punëtore. Kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati një vizitë në shkollën kombëtare të kërkimit në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit në Kosovë. Në fjalën e tij kryeministri Kurti tha se digitalizimi pa diskutim po formëson të tashmen dhe të ardhmen tonë dhe se roli dhe potenciali i tij nuk mund të krahasohen në vitin 2023. Ndërkaq, ministri Nenad Rashid si rrallë herë sot ka organizuar një konferencë për media dhe me qenë se ishte një konferencë e rrallë, pati një interesim mjaft të madh të gazetarëve si ata shqiptar, si ata që i takojnë komunitetit serb për ta ndjekur. Mirëpo pati dilema se në çfarë gjuhë duhet t'ju referohet Rashiqi të gjithë gazetarëve të cilët ishin të pranishëm. Megjithatë, ministri shfrytëzoi mundësinë që ta komentojë edhe një herë planin evropian, duke thënë se ai është i mirë. Si rrallë herë, në Ministrinë për Komunitetet dhe Kthem u organizua një konferencë për media, andaj dhe interesimi i gazetarëve ishte i lartë. Para tyre doli ministri i këtij dikasteri Nenad Rashid, i cili fillimisht adresimin e bëri në gjuhën serbe. Si një folës e mirë i gjuhës shqipe, gazetarët kishin këtë kërkesë për të. Mundem në shqip shkurt. Informova. Por kjo do t'ju pengonte gazetarëve të komunitetit serb, të cilët insistonin që ministri Rashid të flasë në gjuhën serbe. Minister, može to i na srpsko, sad za medije na srpsko, izvinjavam se, ali nemate prevod. Ukazali smo na problem prevoda. Edhe ma... Për ashtu një pyetje, në gjuhën serbe po përgjigjet serbisht, në gjuhën shqipe po përgjigjen në shqip. Faleminderit. Faleminderit. Megjithatë në të dyja gjuhët, ministri i qeverisë Kurti dha përgjigje për pyetjet që u parashtruan e që shumë prej tyre ishin për planin evropian. A e merr vesh atë që për shembull kryeministri ose qeveria duhet të pas dyert të hapura sa i përket komunikimit me përfaqësues të vetë qeverisje, të them ashtu, përfaqësuesve të vetë qeverisje. Ministri Rashid hodhi disa akuza dhe për listën serbe. Nuk besoj që lista serbe do të merr pjesë sepse sikur që e dim, lista serbe mos shikoni ju si një element politik i pavarur. Ata janë vetëm pajisjet në duart të regjimit të Beogradit. Përgjigje kishte pothuajse për të gjitha pyetjet, por jo edhe për atë për statusin e kishave ortodokse serbe. Dini dhe ju që nuk kam përgjigje të pyetje, sepse as nuk i kam pa ndonjë ide, as nuk e kam unë vetë. Ministri Rashid në fund u bëri thirrje komunitetit serb që të dalin masovikisht në zgjedhjet e muajit prill në veri të vendit.
Nga Kosova, kalom në Shqipëri, atje ku sot është organizuar një protestë. Kjo ishte thirrur nga Sali Berisha, pikërisht në ditën kur gjykata e apelit do të vendosë se kush do ta drejtojë këtë subjekt politik. Numri i protestuesve në sheshet e Shqipërisë është i madh. Sa herë që një organizim i tillë bëhet nga Sali Berisha, për rreth një orë gjysmë në bulevardin Dëshmorët e Kombit u zhvillua protesta ku kërkoi që kryeministri Edi Rama të jap dorëheqje. Nga këtu Berisha bëri një thirrje për qytetarët. Cili është qëllimi i këtij revolucioni? Qëllimi i këtij revolucioni është përmbysje e monizmit të bazuar në krimin, në drogën, në vjedhje dhe plaçkitin e shqiptarëve. Nga ana tjetër, Ilir Meta akuzoi Partinë Socialiste si një bandë mafioze që kërkonte të merrte edhe vulën e Partisë Demokratike. Jemi sot këtu në vazhdim të angazhimit ton të pathyeshëm për të arzuar këtë regjim me protesta e me zgjedhje, me protesta. Me sloganin Shqipëri si dalim Zot, disa protestuesi vendosën flakën dy manekinëve të veshur si të burgosur, me foto të kryeministrit Rama dhe atë të McGonigal. Këtë të premte pritet të merret edhe vendimi i gjykatës së apelit për të parën e PD-s, Enkelejt Alibejaj apo Berishës. Pas përfundimit të protestës së opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, forcat operacionale janë zhvendosur në gjykatën e apelit. Vendimi pritet të jepet pas ditën e së premtës. Flasim tani për një problem të cilin janë përballur punëtorët teknik në Prishtinë, të cilët ndonse kishin punuar gjatë muajit shkurt, atyre nuk ju kanë ekzekutuar pagat dhe për këtë arsye ka nisur një grevë para komunës së Prishtinës. Punën e tyre e kryen si zakonisht për një muaj, mirë po për këtë angazhim nuk u paguan. Kështu rreth 40 punëtorë teknik të 6 shkollave të komunës së Prishtinës kanë hyrë në grevë. Ata thonë se mos ekzekutimi i pagave për angazhimin e tyre është i padrejtë. Kjo është e vështirë, shumë është e rënë, njerëzit me të papunë, nuk kanë familje, po janë 32 familje në përgjithësi, këtë kanë kredita, kanë fëmijë, është shumë e rënë. Ky vendim do t'ua vështirësoj gjendjen ekonomike. Në takimin që patën s'na afru thuj se kur gjaheq. So ata thujnë me një fjallë, kompani si ka shka duhe, kontrata, baza ligjore, mi pakuan, nuk keni punu ditën e mirë. Atyri u bashkua dhe kryetari Federatës Sindikale të sektorit privat të Kosovës, Jusuf Azemi. Ky pas takimit me përfaqësues të komunës së Prishtinës u shpreh i pakënaqur me çastjen e tyre. Drejtoria e arsimit, shefi i kabinetit dhe une do ta thrasim pronarin ose operatorin e ri dhe të gjithë punëtorët që kanë qenë duke punuar në këto vende të tyre të punës të kthejnë. Përndryshe, në javën e ardhshme të gjithë punëtorët që kanë qenë më herët dhe pastaj janë privatizuar, ata do të kthehen direkt në menaxhimin e komunës së Prishtinës. Një ditë më parë, në një përgjigje me shkrem, drejtoresha e arsimit Besiana Musmurati tha se kontratat e tyre kishin skaduar, gjithsa është hapur tenderi për operator ekonomik. E tani është koha për mysafirin në studio, ku si që paralajmërova edhe në fillim të emisionit frontal, sot i ftuar është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, zotri Ardian Gola. Fillimisht ju falenderoj që ju përgjigjet pozitivisht ftesës tonë. Ndërqofshi. A mund na i komentoni për shkak që patëm mundësi ta shohim edhe gjatë emisionit frontal në pjesën e parë, gjitha zhvillimet që ishin mbrëm në kuvendin e Kosovës, po aty mjaft diskutime, kritika nga opozita, njëkohësisht edhe përgjigje nga ana ekzekutive. Si keni parë gjitha këto zhvillime të ditës së djeshme? Të shqi jo edhe të papretshme, është të kuptueshme. Në fundit mirë është që po diskutohet edhe rreth procesit dialogus me Serbinë. Është krejtësisht legjitime kërkesa e opozitës që të ftohet kryeministri për të shpalosur para sovranit, le të themi kështu, qëndrimet edhe hapat të cilat mendon të ndërmarrë në
relacion me Serbinë. Edhe unë mendoj që përgjigja ka qenë po aq gjeneroze nga ana e kryeministrit Kurti, për faktin që kishte një kuvizim kohe në pasditën e hershme, edhe edhe një mundësi që prej orës 10 më pastaj që të vazhdohet diskutimi, sado që vazhdoj, si me thonë, deri në ora 2:20 ashtu në diçka. Mendoj që është një diskutim relativisht i frytshëm, për atë që ka dashur të informohet ndoshta pak më thellë. Ka pasur, siç keni mund ta vëni edhe ju, momente spektakli e senzacioni, të cilat në fundit nuk mendoj se janë edhe aq shumë konstruktive kur është në pyetje nxjerrja në sipërfaqe e argumenteve dhe pozicionimeve që shteti i Kosovës ka në relacion me Serbinë në proceset negociuese, por deputetët janë sovran në mënyrën se si artikulojnë pozicionimet e tyre politike dhe është, si me thonë, pjesë e jetës parlamentare. Gjithsesi unë mendoj që kryeministri Kurti është mjaftueshëm transparent në këtë procesin e negociatave me Serbinë. Ne duhet të kemi parasysh të themi ndjeshmërinë e çështjes për shkak se edhe një mënyrë kemi kujdes për mënyrën se si me thonë, shpaloset pozicionimi i Kosovës përballë negocimit, për shkak se kemi të bëjmë me ndjeshmëri të çështjes në kuptimin që nuk duhet të zbulohen, si me thonë, hapat dhe taktizimet negociuese në raport me Serbinë, se më pastaj një informat ty të vendos në disavantazh, por është çështje pak më komplekse se sa që mund të duket. Po përkundër kësaj mendoj që diskutimi ka nxjerrë në sipërfaqe argumente, taktizime dhe mendoj argumente interesante për sa i përket dialogut. Ajo çka unë në përgjithësi nuk pajtohem me kritikën e opozitës është që po përpiqes të thuash që të rikontekstualizojnë disa argumente të një kontekstit të shumë hershëm politik të Kosovës, azem para 10 viteve, në një kontekst krejtësisht tjetër. Dhe rekontekstualizimi në këtë mënyrë jep argumentit një, si me thonë, tjetër peshë, një tjetër kuptim. Për shka po flisni spesifikisht, për shkak që mbromi kemi parë akuzat e opozitës, nga shi kryeministrit Kurti në përgjithësi për dialogun, pas edhe për çështjen e asociacionit. Po ato qëndrime kanë pasur, me thonë, peshë kuptim në një kontekst saktum dhe dekontekstualizimi e atyre dhe vendosjen në një kontekst tjetër, sigurisht që merr argumenti këtë një tjetër kuptim, edhe ty del që pas kemi të bëjmë me dy qëndrime të kundërta. Unë mendoj që duhet me pas ndjeshmëri për kontekstin, për rrethanat kur jepet një deklaratë specifike në raport me në këtë rast në raport me Serbinë. Unë mendoj që kritika para së gjithashtu duhet të bëhet në relacion me mundësitë që aktualisht Kosova ka për të avancuar pozicionin negociues në raport me Serbinë dhe aty këtu para sa është të mundshme me i neutralizu efektet politike të disa marrëveshjeve të dëmshme që nënshkruan në të kaluarën. Dhe t'ju them të drejtën, për mua ishte koza interesant taktizimi që e kishte bërë kryeministri Kurti për sa i përket marrëveshjes 2013-s, pjesës së cilës është edhe asociacioni. Një marrëveshje që përbëhet prej 3 pjesëve dhe për 2 pjesë kryeministri Kurti dërgoi qartësisht se si Serbia e ka shkel marrëveshjen, ndërkohë që për asociacionin insiston që të zbatohet. Dhe taktizimi politik këtu është krejtësisht legjitim kur ti i drejtohesh Serbisë dhe i thua që nuk ka kuptim ti një marrëveshje me shkel, pjesërisht edhe me kërku zbatimin pjesërisht të saj. Po një marrëveshje o e zbaton. Çfarë mendoni se do të ndodhë sa i përket çështjes asociacionit? Për te diskutimeve në kuvend ka pasur edhe mjaft interesim edhe nga ana e qytetarëve veçmas gjatë ditës së hënse, çka do të ndodhë me çështjen e asociacionit? Ne nuk e dim se çfarë do ndodhë, po mendoj që ka një qëndrim të qartë në këtë pikë, e ajo është që ka të bëjë drejt për së drejti me ruajtjen e integritetit territorial, edhe sovranitetit dhe integritetit kushtetues të vendit. Se çfarë rrjedha do të merr këtë çështja e dialogut varet mbi të gjitha prej kapacitetit dialogues dhe taktizues në
në proceset negociuse dhe dialoguse në përgjithësi me Serbinë. Kjo marrëveshje ashqeqare duket që vazhdon me e riprodhu logjiken e asaj që tashmë është stabilizuar si terme që po quhet ambiguiteti konstruktiv, ose nga një edhe bisemantika e termeve, nocioneve me cilat të mëndon ti më pastaj e vendos një shkron një letër, e vendos një tekst në letër, por që mënyrë se si ato interpretohen pastaj varet prej rrjedhës së betejës politike. Ky ambiguiteti është problematik në të ardhmen, do të jetë problematik veçmas kur po thoni që ka dy kuptimsi dhe mënyra të ndryshme të interpretimet. Ambiguitetin vetvete bart mundësi të cilat në pastaj duhet të eksploatohen përmes taktizimeve dialoguse. Ajo varet shumë pastaj për mënyrës që ti e dialogon procesin. Unë kam frikën që disi opozita po ndihet gjithnjë me pasigurt në relacion me marrëveshjet që i kanë nënshkruar në të kaluarën, për shkak se unë kuptoj që është nënshkruar tazam me bindjen që nuk ka alternativa më të mira, opsionet janë shtëruar dhe është nënshkruar një marrëveshje. Po tash, nëse e shohim mënyrën se si po taktizon tazam kryeministri Kurti, ti fillon edhe mendon ndoshta pas kemi pasur mundësi tjera të taktizimit në mënyrë që të evitojmë atë që në duke ka qenë e pa evitueshme. Dhe për këtë arsye disi kam përshtypjen që kritika e opozitës është një farë kritike fataliste që edhe ti s'ke çfarë pa nënshkruar. E mendoj që kjo nuk i bën mirë, si më thon, raporteve me Serbinë, për shkak se në këtë kontekst duhet të kesh një opozitë që kërkon mos nënshkrim, e jo nënshkrim, për shkak se ti më pastaj mund ta përdorësh në raport me sidomos ndërkombëtarët, që ke një opozitë, ke një percepcion publik që nuk është duke përkrahur një marrëveshje të tillë. Kështu që në këtë kontekst po mendoj që varet shumë prej aftësisë se si spektër politik do të jemi në gjendje që të artikulojmë një pozicion gjithnjë më të avancuar negociues me Serbinë. Normalisht ajo varet shumë edhe prej dinamikave gjeopolitike, varet shumë prej lobimit. Tash të dëgjova që Serbia ka $10 miliarda për të lobuar, gjithandej për të përmbysur relacionin viktim edhe agresor për luftës 97-99. Po çka po bën Kosova në këtë drejtim? Po Kosova vazhdon me një logjikë kështu konvencionale të përpjekjes për të ndikuar rrjetet dhe proceset sipas të drejtës argumentit dhe të drejtës historike. Drejta argumentit është e qartë, kemi të bëjmë me një situatë lufte ku Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë. Nëse nuk është të pranuar zyrtarisht, paktën e dim, për zyrtarisht në kuptimin për të prodhuar efekt juridik ndërkombëtarisht, të paktën e dim që Serbia ka kryer krime të llahtarshme në Kosovë, të mjaftueshme sa për të humbur të drejtën për të qeverisur, domethënë, me Kosovën që ka ndodhur gjatë Jugosllavisë. Dhe drejta historike është e qartë, po ajo mund të ketë më pak pesë, si thuash, në negociata, po kjo është, si më thonë, strategjia me të cilën unë më sa kom mujt me kuptu e zhvillon, të më thonë, lëvizjave të vendosje, po lobimet në anën tjetër të Serbisë, të më thonë, kanë efekte koza, të më thonë, të dëmshme. Fatkeqësia është që Kosova nuk ka arrit të mbajë gjallë dhe dinamik atë shpirtin e komunitetit shqiptaro-amerikan mbi të gjitha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ajo ka ndihmuar shumë për të mbajtur pozicionimin e duhur dhe të drejtë të administratës SBA-s në Kosovë, dhe kjo na ka dëmtuar ndoshta sidomos prej paslutjes e tutje, por shohim tash këto janë betejë politike të cilat do të vazhdojnë edhe për një kohë me këtë marrëveshje. Si e keni parë planin evropian, si e shihni përmbajtjen e tij sipas këndvështrimit tuaj, pasi që për herë të parë pati edhe një publikim të përmbajtjes së tij pas takimit së hënës. A mendoni që ai plan do t'i bënte mirë Kosovës? Shihni tash, unë prapë po them, plani si plan është
vazhdon me riprodhu qasjen e ambiguitetit konstruktiv ose kreativ, edhe është e dukshme që mund të ketë interpretime të ndryshme, por si të qoftë kemi argumente ndoshta kose eksplicite të cilat janë në favorin e përforcimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, sidomos kur bëhet fjalë për pengesën që shprehimisht i vendoset Serbisë që të mos pengoj përpjekjet e Kosovës për të antarësuar në organizmat e ndryshëm ndërkombëtar. Por në përgjithësi po them është përdorur një gjuhë e cila nga brenda fsheh potencialitete, mundësi të cilat mund të eksploatohen gjithmonë duke u varur prej kapacitetit të negociues edhe dialogues. Dhe çtu Kosova duhet me angazhu shumë edhe ekspert juridik, sepse është një luftë juridiko-politike. Përpjekje për të nxjerrë kuptime juridike prej një fjale të shumë kuptimt, edhe në pasat ta shtyrë atë politikisht përmes, po themi, lobimit, përmes argumentimit politik etj. Qysh ta zëm për shembull që është mundu kryeministri Kurti me e neutralizu efektin politik të marrëveshjes për asociacionin, se kur ti e ke shkel një marrëveshje pjesërisht, s'ka kuptim me kërku zbatim të mund të pjesërisht mësaj. Pro është proces goxha, si thuash, i ndjeshëm edhe një proces në cilën luhen lojë dhe nerva shkapak, edhe duhet me pasë me thonë durim edhe strategjit mirë nacionale. Ne fatkeqësisht opozitën që e kemi, po thonë, operon me një farë logjike defetiste dhe fataliste. S'ki qarë pa në shkru, krejt e kemi bëhë që shtu, kjo nuk është mirë, sepse në fundit, unë kuptoj që bashkësia ndërkombëtare, aleatët e pa zëvendësueshëm të Kosovës mbi gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është të kuptueshme që i kanë të vendosur, si me thonë, disa kufi në vija makro, po u mendoj që për brenda atyre kufive ka një hapësirë të tonë të manevrimit politik, me të cilën lëvizja vendosje, po dhe çdo parti tjetër mund ta shfrytëzoj për avancuar tutje pozicionin e dialogues të Kosovës dhe për të fuqizuar Kosova aktualisht. Veç mas referuar veprimeve të kryeministrit Albin Kurti krahasuar me qeveritë e mëparshme, pasi që në vazhdimsi po ka krahasime dhe si e shihni jo. Për besën mendoj që po, edhe unë të paktën kështu e kam menduar edhe përpara se të aderoj në vetëvendosje, edhe po mendoj edhe tutje. Unë mendoj që po bëhet të pamundura që të eksploatohet deri në maksimum një farë hapësire e manevrimit politik edhe negociues për të maksimizuar mundësitë që jep, si më thonë, situata aktuale, geopolitike, politike, trashëgimia e caktuar politike dhe negociuese nga e kaluara. Pra, unë po mendoj që po bëhet të pamundshmja për më u shfrytëzu këtë mundësi që jep aktualiteti politik. Dhe unë mendoj që jemi bindur që po të ekzistonte ky taktizim edhe me pushtetet e mëshme. Unë jemi bindur që Kosova do të ishte shumë më mirë në raport me Serbinë se sa që është sot. Jemi bindur. Nga opozita ju përmend kryeministrit që më parë kishte thënë që nuk do të bisedonte me Serbinë veç mas pa kërkuar falje për krimet të cilat janë bërë në Kosovë. Si e shihni qëndrimin e tyre? A është vetëm një qëndrim politik dhe si e shihni ndryshimin në qëndrimet e kryeministrit? Po prandaj po them, u përpoqa më herët që të shpjegoj këtë përpjekjen, si më thonë, politikisht legjitime në fundit të opozitës, por logjikisht të padrejt për të kapur një argument ose një kritik të Kurtit dhënë në një kontekst tjetër dhe duke ja përdorur tash në një kontekst krejtësisht tjetër. Nuk mundesh sot me ndërprej procesin negociues me Serbinë, do më mbi arsutimin që do të kërku falje etj, sepse ka ndodhur një mori zhvillimesh që kushtëzimin e tillë e bëjnë problematik dhe në sytë ndërkombëtarëve ty më pastaj mund dalë si sabotues, si palë jo konstruktive, etj. Na pa më herët, domethënë se s'ka boj ishte tetori ose nëntori i vitit të kaluar, se si Borrell ishte shumë i pamëshirshëm në mënyrë se si Kosovën e portretizoi si palë jo konstruktive, dhe më pastaj po pson
Kosova. Kështu që shumë zhvillime ka ndodhur. Edhe kushtet të cilat në fillim do duheshin ndoshta ti me i vendos përpara se të futesh në dialog, sot më ato nuk kanë kuptim, sepse janë prodhu fakte të reja në terren të cilat i bëjnë të pakuptim të ato. Prandaj tash po flas logjikisht edhe sociologjikisht, duhet me pas parasysh se si i përdor argumentet në një kontekst tjetër, në një kontekst domethënë krejtësisht të ri. Pra po them, politikisht është legjitime nga ana e opozitës, por nuk kanë pesh logjike dhe sociologjike, më thon kështu, për shkak se tash rrethonet në krejtësisht të reja, aktualiteti është i formsuar me dinamika të cilat kanë ndodhur, s'kan mujt më ndal më. Edhe tash ty të vendosen në një pozicion krejtësisht tjetër. Unë mendoj ku do duhesh me u fokusu opozita është sa kryeministri Kurti po arrin me i maksimizu mundësitë që jep aktualiteti sot. Edhe jo të niset para asaj se qysh ke qenë ose çka ke thonë e tash çka po bën. I ke ndru fjalë. Fjalë duhet më ndru për shkak se ka ndru aktualiteti. E unë nuk po shoh që ka ndryshim të çastis. Do falni, nuk ka ndryshim të bindjeve. Albin Kurti ka thonë qartë. Paradoksalisht, vetëvendosja që e ka përdor rrugën për të refuzuar pakun e aktisarit, është vendosur në pozitë për të mbrojtur pakun e aktisarit nga përpjekjet për ta zëvendësuar atë me kompromise tjera. Po kuptoni, domethënë i vendos në disavantazh të vazhdueshëm, kur tash duhesh më mbrojtë ato për cilën ti nuk e qenë fare. Por kjo nuk do të thotë që ti si më thon, nuk ke qëndrim kritik në raport në pakun e aktisarit, që është themeli juridik dhe politik i kushtetutës sonë. Po realiteti ka ndryshuar dhe ti detyrimisht duhesh më mbrojtë ato sepse çaja të ka mbet. Edhe duhesh më bë përpozë si në një të ardhme, cila do të qoftë ajo, të mendosh se si ta avancosh pozicionin e të qenujt faktor në Ballkan. Normalisht, gjithmonë duke rujt me një fanatizëm, mendoj unë, një traditë shumë të mirë të garantimit kushtetues të drejtave të minoriteteve në Kosovë, pavarësisht cili do minoritet që ka qenë ai, dhe gjithmonë duke pasur rezervat të mënyrës se si është përdorur ky garantim konstitucional për të drejtat e minoriteteve nga Serbia përmes listës sërbska për me sabotu funksionimin kushtetues dhe institucional të shtetit tonë. Këto taktika të kryeministrit Albin Kurti, cilat i përmandet jo, cilat në pare më thatë se kanë ndryshuar nga qeverite më parshme, mendoni se kanë ndikuar në qëndrimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës karshi Kosovës? Po, tash, kjo marrëveshje, sot që u tha mere ose lere, kjo në shkronjë është kështu, por në frym, unë mendoj që mund të avancohet tutje, duke përdorur mundësi që i fsheh nga brenda shumë kuptimësia e koncepteve, të paktën në disa prej neneve që ka kjo marrëveshje, për të quar tutje dhe pozicionimet tona në raport me Serbinë. Pra po them se si do të zhvillohet tutje, kjo shumë varet edhe prej dinamikave tjera që mund jenë edhe jashtë kontrollit tonë, dinamikat geopolitike. Varet shumë prej asaj se sa ne si shtet do të përforcojmë atë që me kohë është degradu e që është lobi sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, komuniteti shqiptar amerikan. Varet prej mënyrës se si kultivohet uniteti politik në Kosovë në relacion me Serbinë. Pra ka një mori rrethanash të cilat ndikojnë lufta ndaj korrupsionit, sa më shumë që ti arrin me eksportu një imazh për Kosovën si një shtet i cili përpos garantimit të drejtave të komuniteteve, po tregon edhe një luftë pa kompromis në raport me korrupsionin, po ndikon në zhvillimin ekonomik. Kjo tregon më pastaj se ti je një shtet serioz, edhe është një variabël tjetër që do të ndihmojë ty në përmirësimin edhe të percepcionit, edhe të qasës ndoshta të BE-s dhe bashkisë ndërkombëtare në përgjithësi në raport me Kosovën. Pra ka një mëri faktorësh, unë mendoj që e ardhmja është optimiste, por pra po them varet edhe nga faktorët sa ne
nuk i kemi në kontroll. Diskutimi kryesisht është koncentruar të çështja e asociacionit kur po flitet për takimin e SHN-s, mirë po një ndër pikat e cila nga juristët dhe historianët është vënë në diskutim ishte ajo për kishat ortodokse. Si e keni parë atë pikë jo? Po, tash ne dim që kishat ortodokse e gëzojnë një status special me pakon e aktisarit, edhe formalizimi i kësaj është formalizimi i një praktike aktuale cila gjen legitimitetin edhe justifikimin ligjor në pakon aktisar dhe në kushtetutën tonë, dhe nuk e shoh si problematike se si po bëhet, për faktin sidomos që marrëveshja shprehimisht i përmend praktikat evropiane, edhe në të kombëtare madje më të mirat sosh, të cilave ne mund të referohemi, edhe të cilat garantojnë integritetin ton konstitucional edhe institucional të Kosovës. Kështu që nuk është shumë problematike. U koncentruam në pjesën e parë të bisedës se plani evropian, mirë po duhet të theksojmë që gjatë ditës së djeshme është mbajtur edhe komisioni për arsem, ku para ati është mbajtur edhe një aksion nga organizata për rritjen e cilësisë në arsem kundër jush. Si e shihni këtë aksion? Këtë aksion unë e shoh në vazhdën e shumë aksioneve personale, e cila nësi që organizat kam përshtypjen që po shquhet me një kritik këgja personalizuese në relacion me arsimin e lartë. Unë mendoj që arsimi i lartë në Kosovë ka probleme pa krahasimisht të mëdha se sa kritika dhe fondet të jipen për të gjuajtur figurat publike ose për të gjuajtur emra të përveçëm, të cilat goditje pra më shumë krijojnë spektakël dhe senzacion publik sesa që adresojnë problem sistemik. E unë mendoj që adresimi sistemik i problemeve me cilat ballafaqohet arsimi i lartë në Kosovë është ajo që i ndihmon më shumti përmirësimit të cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë. Kështu që mendoj që ka qenë një aksion fatkeqësisht shumë kështu personal. Çka është personale? Cila është personalja e organizatës në fjalë me ju? Shiko, tash unë jam deputet. Jam kryetari i Komisionit për Arsim. Sovrani më ka vesh me një petk pushteti, e ka delegu përgjegjësinë të pushtetin për të hartu dhe për të miratu ligje, thjesht për të bërë ligje. Edhe unë, dokumentat janë publike, këtë pushtet në mënyrë absolute, kur nuk e kam përdorur në mënyrë arbitrare. Absolutisht kur. Përkundrazi në secilin proces legjislativ, amandamentimi dhe rishikimi i projekt ligjeve që na vinë nga qeveria, në asnjë prej këtyre proceseve, Ardian Gori nuk ka qenë arbitrar, përkundrazi ka qenë shumë gjithëpërfshirës. Në rastin konkret ta zon për projekt ligjin për Agjencinë e Akreditimit, unë kam bërë diku rreth 15-16 diskutime të grupit punues edhe diskutime publike. Ka pas një proces konstant dhe të vazhdueshëm të konsultimit të akterëve të ndryshëm që në një mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort kanë qenë pjesë ose janë pjesë e proceseve akredituese. Mu si kryetari i komisionit, si deputet edhe si kryetari i grupit punues, më ka interesu me i ditë përvojën e zyrtarëve të cilët janë të përfshirë në proceset akredituese, ashtu që ato përvoja të më ndihmojnë me draftu një ligj që garanton siguri juridike edhe parashikueshmëri juridike për agjencinë. Sepse unë kam përshtypjen dhe shpesh herë edhe bindjen për këtë rast që unë i di që historia e kësaj agjencie ka përvoja të arbitraritetin e vendimmarrje. Dhe arbitrariteti nuk është praktik që garanton cilësinë e arsimit në lartë. Me arbitraritet edhe kur ke bë mirë, ke bë keq, për shkak se ke instalu procedane që e stabilizojnë pasigurinë juridike. E institucionet funksionojnë me një lloj
parashikueshmëri juridike, konstitucioni që do me apliku për një akreditim programi ose institucioni, duhet me ti çka e pret. Nuk mund të ndru kriteret qysh po teket ty. Edhe kjo ka ndodhur, fatkeqësisht ka ndodhur. Edhe bazuar mbi çdo përvoja, edhe nuk po them që ka ndodhur për shkak të dashakeqësisë, ta kemi të qartë. Jo mendoj që edhe përbërja aktuale e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, edhe zyrtarët e agjencisë udhëhiqen nga motivet më të mira për cilësinë e arsimit të lartë. Sepse gjithë jemi dëshmitar të cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë. Gjithë jemi dëshmitar. E dim domethënë çka prodhohet. Po çësia për mua është jetike, është shumë e rëndësishme për me kriju një sistem stabil që garanton sigurinë juridike. Edhe ka ndodhur praktika të cilat e kanë lëndu këtë siguri juridike, edhe këto kanë qenë për mua përvoja të mjaftueshme që më alarmu për mënyrën që ne duhet ta dizajnojmë sistemin. Edhe ka pas në dëgjime publike, unë mund të më thonë dikur rreth 90% e asaj çfarë është thënë në dëgjimet publike, me rektor, me zyrtarët për zhvillim akademik dhe cilësisë në universitete, qofshin ato kolegje private ose universitete publike, me shoqëri civile, me media, pra ka pas dhënje të mundësive që me marrë pjesë, që me qenë hisedar në këtë projekt ligj, mundësit kanë qenë enorme që kam dhënë. Edhe për ato në 44 amandamenteve që kemi bë, ka pas konsensus të plot. Diçka për cilën unë nuk kam pas mbështetje as nga partia ime, të cilës unë i takoj, Lëvizje Vetëvendosje, ka qenë fiksimi juridik, ligjor, i disa kritereve kuantitative, të cilat e garantojnë që sigurinë juridike për cilën unë po flas. Kalimi i këtij projekt ligji do të ndikojë në sigurinë, pra do të ngritet siguria juridike në këtë rast. Po jo qysh ndoshta do të bëhej me fiksimin ligjor të disa kritereve. Po unë po shpresoj që cilat janë ato kritere? Po ta zëm kriteret për bazë të programeve. Qysh janë ndruar të kaluarën pa dhënë kohën e nevojshme tranzitive, jam mundu që përmes ligjit kam propozuar paktën, fillimisht kam marrë mbështetjen nga deputetët, pastaj të ek deputetët, është çështje e tyre. Dhe mungesa e fiksimit ligjor të këtyre kritereve e bën të pasigurt, por jo edhe nëse ne nuk marrim mësim nga e kaluara. Ta zëmë për shembull ajo që ka ndodhur me kryeministin Haradinaj, mendoj që është një përvojë për të cilës ne mund të marrim mësim se si nuk duhet të preken organet e pavarura, sidomos të arsimit. Edhe mendoj Lëvizja Vetëvendosje, aty ka pasur një përvojë për të cilës e ka nxjerrë më të mirën, nuk bën me lut me këto organe. Edhe ka ndaj vazhdimisht anash. I kam mbikëqyr punën. Unë personalisht kam pas kritika ndaj agjencisë, e kam kritikuar publikisht në mbledhjet zyrtare që kam pas si komision për arsim, edhe kemi vazhdu punën tutje. E kam kritiku, këtë në rregull është. Pra, nëse ne marrim mësim, edhe nga ato vendime që i kanë marrë në mënyrë arbitrare, nga njerë, nëse marrim mësim nga ato, atë mendoj që ne gradualisht po e ushqejmë një kulturë institucionale që garanton domethënë sigurinë dhe parashikueshmërinë juridike. Edhe do të kombinohet, ky projekt ligj çka sheh nëse ka lënë në seancën plenare, unë po shoh se ka lënë, s'ka asnjë arsye të mos kaloj. Dhe praktikat më të mira që më pastaj do të merren nga e kaluara, nga përbërja aktuale KSHS edhe përbërja tjetër që pritet domethënë të plotësohet. Por mbi të gjitha agjencia, dhe kjo është fort më rëndësi me u potencu, agjencia duhet të kultivojë imunitetin institucional nga interferimi jo vetëm politik, por nga çfarë do interferimi tjetër, qoftë edhe nga interferimi nga shoqëria civile, nga organizata ndryshme jo qeveritare, nga mediat, nga grupet e ndryshme të interesit, nga ndikimet që mund të kenë ta zëm kolegjet private, hipotetikisht po them, nuk po them që ka, po që mund të kenë në agjencion. Pra, kur standardet dhe udhëzuesit evropian për arsimin e lartë në Kosovë, kur flasin për pavarësinë institucionale të agjencisë, ata nuk flasin vetëm për pavarësinë të institucioneve nga ndikimet politike, por nga ndikimet të third party, që është pala e tretë. Ajo çdo kush mund të jetë. Prandaj është fort më rëndësi që kjo agjenci me e kultivu integritetin institucional që i bën ballë çfarë do ndikimin nga pala e tretë, pavarësisht nga kush vjen. Dhe
Kjo është mundësi me u zbatu, edhe për me u ushqy dhe me u kultivu në të ardhmen. Nëse ne mbromin nga ndikimi politik, a në anën tjetër lejmë që të ndikojnë palët e tjera, ne kur gjë s'kemi bo. Vetëm thjesht kemi hek dorën e politikës nga agjensia, që në fundit është më legjitime nëse ajo politikë vjen nga qeveria, sepse qeveria ka marrë vota, ai pushtet që ka në qevi ka marrë vota nga elektorati për zbatuar programet e tyre. Pra është më legjitime në këtë kuptim, e sa të ndikohet nga organizata. Po cila ishte arsyeja që kjo organizata në fjalë thotë që keni pasur konsultime edhe me shoqërinë civile, a keni pasur mundësi që të merrni një qendrim edhe nga organizata për rritjen e cilësisë në arsim në lidhje me këtë çështje? Organizata Orca, pra organizata për rritjen e cilësisë në arsim, ka qenë pjesë e diskutimit publik, i ka dhënë komentet e veta, edhe më pastaj a përfshihen në çfarë përmase përfshihen në projekt ligj, është çështje e sovranit. Deputetët kanë drejt atë drejt. Në fundit vendimarrja është politike. Deputeti vendos ç'është duhet me u dizajnu një sistem. Pa ata kanë pas të drejtën, i kanë dhënë komentet, edhe më aq përfundon. Mënyra se si portretizohen zyrtar publik, ajo po është brutale. Paradoksalisht, pa dasht me fut në diskutime kështu me këndësoft. Kali Trojës që është të përmend, në fakt, është pikërisht Orca në arsimin e lartë. Nuk është atë janë gola. Pse po thoni kështu? Po them dhe kështu. cilave veprime të kësaj organizate po ju referoni, për shkak që ka pasur në vazhdimsi edhe akuza edhe ndaj deputetëve të tjerë, cilët gjithashtu janë profesorë apo? Kjo organizat e ka një diskurs shumë problematik, edhe një qasje shumë problematike. Shikoni, përbes është për mu totalisht... Çka konsideroni problematike në qasjen? Po në kuptimin e kritikës, çfarë kritike ti po artikulon në relacion me çështjet publike. Për mu, kur kam pa që profesorët, pavarësisht nëse janë identifiku me plagiat, dhe për më tepër është marrë vendim legjitim dhe ligjor nga një instancë, po ashtu legjitime e një institucioni, pra që është Këshilli i Etikës, edhe Senati, dhe më quti me i bo ftyrat e tyre maskat e Halloweenit, edhe del nesër fëmia i tij, i atij prindi që është profesor, edhe e sheh maskën e Halloweenit, që është nga baba, për babën e tij, për bez, atë shfatrome familjarë është kjo. Ne të më di që ka ime të bo. Që demokracia i ka disa kufi të panormuar ligjërisht. Pandaj ku demokracia, më shumë se sa sistem politik, është kulturë. Më ditë që është me artikulun një çështje. Më shumë se sa substanca është fort më rëndësi mënyra që është artikulon të ja substancë. Pra ju e shihni si të duhur identifikimin e plagiaturës në këtë rast, mirë po jo të duhur qasjen më tutje. Absolutisht, unë jam çdo mekanizmi, qoftaj nga shoqëria civile, nga mediat, nga mos flasim për institucionet publike, me inxjerrjen e pa problemet aktuale, problemet sistemike, problemet strukturore, po hema të përveçëm me u bo pjesë e senzacioneve dhe spektakleve publike, ajo nuk jenë absolutisht në funksion të adresimit serios të çështjes, vetëm bën do farë spektakle, më kanë një proceditëm edhe donatorët ko japin parë, nësë po kuptoj, a bëhet në ndonjë analizë e produktit, për gjë po jepën parë, apo vetëm jepën parë edhe hajde po ndikojmë në cili është ndikimi, me i linçu, me i stigmatizu, e me i intimidu, e me i terrorizu, e me i bulizu figurat e saktuara publika, përveç që nuk është në rregull. Më ndës që pare e madhe, miliona euro po jepen, edhe është gjëna ato me u përdor për kritika shumë personalizuese. Me ato pare kishin mujt me u hartu raporte, e plane veprimi, e strategji që kishin mujt me ndihmu, edhe me kthjell arsimin e lartë. Këtë që ka përshojmë, për besë më mërë shumë problematike. E mos flasim që nëse në analizojmë ne, dhe me thonë, përmbajtjen edhe raporteve që janë publiku nga disa prej organizatave të shoqërisë civile, nuk jam të thonë gjitha. Për shembull, që një raport pa dashme po, dhe me thonë kështu promovim, ka qenë bën një raport para do vitesh, dialog mes të shordërve. Mundin me lezu raportin. Unë përqasja raportin mendoj që du të më dhonë parë shumë e madhe. Sepse është raport profesional që në mënyrë
shumë argumentuse, nxjerr probleme sistemike dhe strukturore, e të cilat po ashtu duhet të adresohen në qasjet e tillë. Këto qasjet me banera 15 metra, 20 metra, me i marrë ftyrat e profesorëve, pra po them, pa dosh me justifiku veprat e plagiatit në cilat tazam janë identifiku. Për më tepër ato edhe janë sankcionuar pas, janë penalizuar me vendime legjitime. Ti nëse ke problem me vendimin, urno ti kritikoje Këshillin e Etikës që e ka marrë vendim, po jo dikon i cili të paktën zyrtarisht edhe legalisht është i paq, sepse ka marrë masën domethënë penalizuese. Pra, unë para aso raportes që përmenda më herët, ato i ndihmojnë shumë ngritjes së vetdijes edhe akademike, edhe kulturës institucionale e kështu me radhë. Përndryshe, diskurset kriminalizuese, po që kriminalizojnë çfarëdo që shohin në arsimin e lartë, intimiduese, këto e kanë bo edhe komunitetin akademik hezitues për me reagu në publik, sepse nuk përdojnë me qenë pjesë e këtyne farë spektakleve intimiduese të njerëzve. Për besu kur kom pa vetën që ashtu, atin nuk është ndjenje mirë. E për me te, për kur unë di, edhe kolegët e mi deputet janë të mbindun, edhe unë mundëm me u argumentu në çfarë do mënyre që motivi im ka qenë dhe vazhdon me qenë absolutisht i qiltër që më ndërtu një sistem kështu shumë stabil për arsimin e lartë në Kosovë për sa i përket çështjeve të akreditimit. Edhe për më tepër, organizatat për arsim që marrin pare me ngrit çështje për arsimin e lartë në Kosovë, nuk të dojmë më marrë vetëm Universitetin e Prishtinës, ku janë kolegjet private, ku janë universitetet tjera publike në rajon, të rajonit, që po quajmë universitete rajonale. Pra Universiteti i Prishtinës është bo një farë po pagun faturën për këtë institucionet tjera të arsimit të lartë. Unë po them tash, shkoni ka kolegjet private se këto të tjera, nuk po them këtë, por ku ta bësh një kritik, duhesh me qenë i sigurt që kritika targetohet në mënyrë horizontale. Për moment, Universiteti i Prishtinës është krijuesi kadrovik i 99% të jalve në Kosovë. E sot Universiteti i Prishtinës targetohet më shumëti, jo më shumëti, po i vetmi, si universitet që plagiator, ngasmues seksual, korrupton, 70% nuk i meritojnë titullin, këtu 90% profesorëve sa nuk din, 2 profesorë din krejt që mujnë më konë të mirë në këtë universitet, ja, përbjes, që to qasje, janë totalisht qasje diletante që absolutisht nuk janë në funksion të ngritjes së cilësisë, përkundrazi e dëmtojnë cilësinë. Prandaj janë kal troje. Se në emër të cilësisë futen nga brenda e neutralizojnë rezistencën intelektuale të profesorëve, sepse nuk dojnë me qenë pjesë e përfoljeve kështu intimiduese në publik. Po, nëse ka probleme cilësi në arsim, e që realisht ka, e që shubobre me diplomat e UP-s, sot ti ke drejtor klinikash në Evropë, me çdo diplomat mjekësisë, sot ke punëtor social, me diplomat shkencave sociale në Evropë. Ke profesor për universitetet të Evropës, ke me diplomat që kanë marrë në UP. Tash ke që mirë që kjo universitet ka është. A ka të meta? Po bre ka. Po mënyra që adresohen ato. Unë mendoj që më shumë është po t'ingëllon si teknik propagande, një lloj inxhinieringu propagandues, si sa që është përpjekje për artikulim serios të një problemi. Se shiko, edhe luftat më të mëdha bëhen në emër të paqes. Luftat më të mëdha bëhen në emër të paqes. Historikisht e dim. Pra, kam përshtypjen që edhe lufta kundër cilësisë bëhet në emër të cilësisë. Nuk bëjmë në mashtru ambalazha, nuk bëjmë në mashtru retorika, ha të përkëshymë produktin, ha të përkëshymë qasjen. Cili është efekti? Po e shohim. Kështu që unë prapë këtu po përsëris ftesën dhe thirrjen që e kam bërë edhe në parlament. Unë ftoj komunitetin akademik që të këndelët sot fatkeqësisht i madhe i vogël flasin për profesorët e UP-s, veç ata nuk flasin për vete. Kjo sinqerisht nuk është në rregull. Pra, e shini të nevojshme që edhe profesorët të flasin. Po prej 2013-s ku
ishte ai skandali me një punim kot atje, të rektorit të atëhershëm që u detyrua të jap dorëheqje, u shkarku është pak çështje dilematike. Ka lënë një dekadë, edhe ende këtu bëhet fjalë një punim, dy punime. A ki Skopus, a nuk ki Skopus, Web of Science Skopus, për besë kjo është terror. A ti që probleme ka kjo universitet, dhe kjo asiminal, me investim mas mori. Me investim në shkencë, në holumtime, këtu kem në mungesë të kapaciteteve të azam për me shkru projekte, është kapacitet shumë specifik, është shkallësi shumë teknike, për ato duhet me investu, e kam rekomandu edhe ministrës, dush me hap zyre që ndihmojnë nga nivelin nacional me hartu projekte, profesori, jo domosdoshmërisht duhet me ditë me shkru projekte të azam të Horizon 2020, sepse aty ka teknikalitete, qaq të bezdishme që kërkohet një zyrtar i veçantë më marrë vetëm me to. Profesori aje përmbajtjen që ka bëdën, edhe në pastaj ajo përkthehet me një gjuhë teknike të projekteve. Për shembull, një diçka që duhet me investu, fuqizimi i instituteve, që mundsojnë pastaj edhe kontraktimin e shërbimeve të ndryshme që mund të bëjë të zam UP-ja, ato më pastaj do të përkthehen edhe si mundësi e mirë për me hartu programet të doktoratës, me nxjerr doktor të rritë shkencave të tjera. Pra problemet janë strukturore dhe sistemike në këtë mënyrë duhet me u orientu. Fatmirësisht, sot kemi një rektor i cili është dokumentu saktësisht në këto premisa, është dokumentu me rikthyer një farë pavarësie të instituteve dhe fuqizim të tyre në nivel të fakulteteve, e ato pastaj ndihmojnë pak, si më thonë, edhe funksionimin më të lehtë dhe mundësin që më lehtë të absorbojnë në pastaj fonde, projekte e kështu me radhë. Kështu që vetëm në një mënyrë të tillë, unë mendoj që mund të bëhet mirë Universitetet e Prishtinës mbi të gjitha, edhe arsimit lartë. Privati ka tjera probleme, që është të vërteta, ata si kanë problemet e ngatësisë burokratike që e ka të azam për shembull e kanë universitetet publike, po ata mund të kenë probleme të natyrës tjetër, të cilat ndoshta më shumë mund të adresohen në nivel të agjencisë së akreditimit, por pra po them, arsimi i lartë kërkon artikulim serioz dhe sistemik të problemeve, ja më marrë me emër të përveçshme, dalë me stigmatizu rrugës, se që të ardjanë ngoli një kali trojës, kjo është përbezër bizare. Kjo është bizare. Zotë Rigolja, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë emisionet Frontal sot. Falenderoj shumë edhe për shpërmendësinë. E ne shikues të nderuar, vazhdo me informacionet të tjera, flasim për 2 raste të vetvrasjeve të cilat janë raportuar në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës. Brenda një dite në Kosovë ndodhen 2 fatkeqësi. Një person kreu vetvrasje në fushë Kosovë gjatë së enjtës dhe dikur më vonë edhe një tjetër kreu të njëjtin akt në Prishtinë. Këtë konstatoi policia e Kosovës, e cila së bashku me ekipet mjekësore ishte në vendin e ngjarjes. Binskeja, i cili punon në qendrën kosovare për parandalimin e vetvrasjes, që quhet Linja e Jetës, thotë se nuk ka statistika të sakta për numrin e vetvrasjeve në Kosovë. Problemi i statistikave të vetvrasjeve është që nuk janë shumë mirë të dokumentume. Kështu që dhe na kena problem me thonë që po ka rritje, po më është tragjedi që kena pas 2 vetvrasje, mirë po nuk muj me marë si indikator që po ka rritje, ma shumë si një koincidencë ashtu tragjike. Skeja flet edhe për mënyrën se si një person me mendime për vetvrasje përballet me problemin. Një individ kur njët që ka ngecje, që ka një problem që nuk mundet me depërtu prej qësajna, që do më thonë nuk shë rrug dalje qësajna, ja njës me pa vetvrasjen si zgjidhje të vetme për mjë i largu që e dhimbta. Na që është detyra jonë, është që në një, me e bo të qartë njerëzit që nuk është vetvrasja zgjidhje, që ka gjithmonë mënyrë tjetër, rrugdalje tjetër për që ato problemet që janë. Ai bën thirrje që të gjithë që përballen me mendime të tilla të kontaktojnë Linjën e Jetës, e cila është e hapur për të ndihmuar ata. Vazhdimisht jena aktiv,
prej orës 2 deri në 2, 2 ditës dhe më thonë deri në 2 natës, në numrin 0800 123 45. Ndryshe, e kena pa që sa ma shumë që po promovohet aktiviteti linjës, qaq ma shumë ka edhe thirrje. Stafi i kësaj organizate është pjesë e grupit punues për hartimin e ligjit për shëndet mendor. E me këtë kronik, ne po e përfundojmë emisionin frontal për sot, unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.